Komuniteti musliman i Shqipërisë ka reaguar pas incidentit të ndodhur mbrëmjen e 20 shkurtit pranë xhamia e namazgjas, në një kohë kur besimtarët po falnin namazin e teravive. Gjatë ndërhyrjes së policisë për shpërndarjen e protestuesve në zonë, është përdorur gaz lotësjellës, i cili ka prekur edhe ambientet përreth xhamisë, duke shkaktuar shqetësime dhe lëndimet e disa prej personave që ndodheshin brenda për të kryer ritet fetare. Në reagimin zyrtar, komuniteti musliman shprehu indinjatën e thellë për atë që e cilësoi si lëndim të pajustifikuar të besimtarëve, të cilët po ushtronin të drejtën e tyre kushtetuese për të falur në paqe dhe qetësi. Sipas deklaratës, maturia e treguar ndër vite nga institucioni nuk duhet të keq interpretohet si tolerim i shkeljes së lirive dhe të drejtave të besimtarëve. Institucioni fetar dënoi me vendosmëri incidentin e 20 shkurtit 2026 dhe u bëri thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë të tregojnë përgjegjësi dhe vetëpërmbajtje, në mënyrë që veprimet e tyre të mos cenojnë të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Ndërkohë, ngjarja ka hapur debat publik mbi menaxhimin e situatave të tilla pranë objekteve të kultit.